Vjosa një disa kulme të situatave të përmbytjeve, madje ndër vite u i saj ka përfunduar edhe në qytetin e Vlorës. Në vitet 30 ka qenë situata më e vështirë, ku si pasojë daljes së lumit Vjos nga shtrati u përmbyt edhe qyteti Vlorës. Ndërsa pasaj përmbytja më e madhe është regjistruar në 1 janar të vitit 1971. Gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, specialisti hidroteknik Shpëtim Meminaj thekson se këto situata mund të vinë edhe nga gabimet të vogla njerëzore, por gjithsesi theksin e vendos tek argjinaturat. Domethënë historikisht kishim dëgjuar që në vitet 30 në Vjosa u përmbyt Vlora. Kaloi ujë sepse s'ishte bërë argjinatura e kënetës në Panaja, që delte në hidrovor dhe atëre s'kishte hidrovore, s'kishte kështu, ishte normalitet përmbytjet atëre. Dësja, në ditët e mia përmbytja më e madhe ka qenë në vitin e ri 70-71. Unë punoja në Mifol dhe na u dha urdhë do ikni me njerë të shpëtonim kokat tona. Atëre, në datën 1 janar të vitit 71, nga Mifoli që i thonë Lopa edhe derin Leva nuk shikoje më toka, mbahet mënd historikisht përmbytja më e madhe. Dësa këto përmbytjet e tjera, domethënë janë, unë do t'i quaj 30-40%, jo të asaja dashue. Këtu tani janë ka dhe edhe gabime të vogla njerëzore, si dëgjova për atë që u përmbyt ferra si Andeja, që kemi ndjekur nëpërmjet medjeve televizive, dhe po të bëhet një punë akoma më e mirë në drejtim të argjinaturave, sepse zotërinj, dëmi më i madh nuk është aq sa do shpërblej qeveria 50 milion. Njëherë është dëmi moral më i madh njëherë. Pasandaja edhe dëmi material, po fermerët që kanë mbjell tokat që ai grur nuk, ai do kalbet, sepse po vazhdon, po rri akoma në këtë gjendje dhe dëmet janë më të mëdha dhe nga 50 milion euro për mendimin tim. Por çfarë duhet bërë me qëllim që Vjosa të mos përmbyt më zonat? Specialisti Meminaj e vendos theksin tek ndërtimi i argjinaturave. Ai thekson se nëse nuk do të ishte ndërtuar argjinatura e Novoselës, atëherë situata do të ishte të jetë problematike në këto ditë të fundit. Këtu duhen bërë punë përgatitore që t'i përgjigjen këtia kryesisht në drejtim të argjinaturave. Në qoftë se u bë kjo argjinatur, se kjo e mbrojti fshatin Fitore, se fshati Fitore do ishte më katastrofik edhe nga tokat e Bishanit, do ashu, se unë nga Bishani po vi tani, që vajta i pash, dhe duhet bërë edhe në krau tjetër argjinaturat. Argjinaturat janë, për mendimin tim, nuk e kanë vlerën aq të madhe sa e ka dëm shpërblimi që do jap qeveria 50 milion euro. Por për rastin konkret, sipas specialistit hidroteknik Shpëtim Meminaj, problemi më i madh i përmbytjeve është ura e re e cila është ndërtuar në Bishan. Sipas tij, ngushtica e urës së autostradës ka sjellë edhe këto problematika, ndërsa ai propozon ndërtimin e 2 urave të tjera dhe rishikimin e projektit. I këtyre përmbytjeve është ura që është bërë në autostradë në Bishan, ajo është 80 metra zotëri. Ne kur janë mbledhur 2 kryebashkiakët para 7-8 vjetësh, që ishte një përmbytje, unë edhe Arqile Prifti e ngritëm zërin me të madhe që gjithë fatkeqësia përmbytje dhe kjo do vazhdoj, sepse nuk kishte aq prurje të mëdha, po të kishte prurje akoma më të mëdha, se në fundit zotëri ran 100 mm shi do të llogarisi. Po të binin 200, të ishte 2 fishi i prurjeve të Vjosës. Atëre faktori kryesor i përmbytjeve është ngushtica e urës së autostradës, ja këtu mbas neve është ura këtu një 50 metra nga këtu ku jemi neve. Duhet të rishikohet? Ajo duhet të rishikohet. Edhe mendimi im, ka dhe specialist 100 herë më të mirë nga mua, që i din këto gjëra, edhe mendimi im është që duhet të bëhen 2 ura të tjera në të 2 krahët të Majt dhe të Djathtë, që të paktën 30% në një krah, 30% të derdhjeve të Vjosës të derdhen në 2 krahët, sepse s'mund të prishet ura të bllokohet të qarkullimi, se ajo do ka shumë kohë, ka shumë kosto të lartë dhe nuk mund të paralizohet qarkullimi
i Vlorës pa autostrad që të bëhet urere. Këto janë defekte që janë bërë që kur u projektua dhe u ashtu ura në një kompani italiane, kam dëgjuar, nuk e di. Specialisti hidroteknik Shpëtime Minaj thekson se nga Vjosa do t'jemi gjithmonë të rrezikuar. Asnjëherë nuk do shpëtojmë dot nga Vjosa. Asnjëherë, se unë të përmenda dy rastet më të mëdha që mbajnë mend në 100 vjet, në vitet 30 edhe në vitin 70 përmbytjet më të mëdha. Janë të paevitueshme përmbytjet. As këto diga që ngrihen tani që thash unë duhet bëhen diga, as këto në një fatkeqësi më të madhe natyrore, ato nuk e përballojnë dot prurjet e mëdha të Vjosës, sepse Vjosa në prurjet më të mëdha llogaritet 40-50.000 metra kub në sekondë, zotëri, edhe s'ka me gjitha matjet llogaritse nuk përmbahet dot ky sasi kaq e madhe.